Kështu që arsyeja pse propozojmë 20 vjet bazohet tek shembulli siç e përmenda pak më parë i Italisë, i ndryshimeve në kodin penal italian që janë bërë në vitin 2019 me iniciativën e 5 Steles sa të hershme, dhe argumentimi ka qenë që si thua masa e ndëshkimit për korrupsionin duhet jetë e njëjtë me dënimin për krim të organizuar. Dhe edhe aty në Itali është 20 vjet. Kodi penal shqiptar aktualisht në 284 thotë që organizimi, drejtimi e financimi i organizatave kriminale me radhë dënohet me burgim nga 10 deri në 20 vjet. Rrjedhimisht propozimi im hyn pra bazohet siç thash tek ndryshimet që te modeli italian, ndryshimeve që janë bërë në vitin 2019 dhe te barazimi i masës së penalitetit mes korruptuesit dhe të korruptuarit.